të veçantë. Njoj u posetu došao je anđeo. Edhe, do me thonë të Maria o arë, do me thonë mi vizitu një angjel i Zotit. Imao je posebnu poruku za nju. Edhe ka pa, do me thonë, një peruk ose një mesazh të veçantë për neve. Rekao je da će ona roditi spasitelja Edhe svijeta. i tha që ajo do ta lind një shpëtimtar të botës. Taj spasitelj sveta je Isus Hrist. Dhe ai shpëtimtari i botës do të është Jezus Krishti. I znate šta? Marija se malo uplošila. Por Maria pak kishte frikë u tot. Jer ne dolaze nam baš često anđeli u posetu. Do me thonë, ajo do me thonë nuk ishte bash në atë kohë do me thonë që e pritke do me thonë vizitën e angjujve. Ali kad je anđeo rekao Po kur angjulli i Perëndis i tha da će roditi spasitelja sveta, që do ta lind shpëtimtarin e botës, Marija je rekla neka tako bude. Maria i tha dhe ashtu le të bëhet. Marija je imala verenika za koga se trebalo udati. Do me thonë, Maria e ka pat një njeri premtuar për të cilën ka pat mu fiju dhe mu dho. On se zvao Josif, Ajo thirr Jozef, ali on nije bio otac deteta. po ai nuk u kon, do me thonë, baba i atë fëmijës të cilën Maria e kishte në bark. Zato što Isus Hrist koji se trebao roditi je Božji sin. Për që ata Jezus Krisht i cila ishte në barkun e Maris, a ishte biri i Perëndis. I njegov otac je Bog. Edhe Zoti i ti ishte Zoti, do me thonë, biri i Perëndis, do me thonë, Zoti Jezus Krishtit ishte vetë Zoti. I tako jednog dana Marija i Josif su krenuli na putovanje u Vitlejem. Edhe qashtu një ditë, Maria dhe Jozefi shkun me një vend, do me thonë, një rrugë, Jeriku, jo? Ne, Vitlejem. Do me thonë shkun e Betlehem, do me thonë, e morën rrugën për me shkun e To je bilo Betlehem. dugačko putovanje. Edhe ajo kon, do me thonë, një rrugë e gatë. Kada su se tamo upisali, tražili su negdje da prespavaju. Edhe atje ku shkjushin dhe mi qelin, atje lypin një vend ku me flejt. Kucali su na puno vrata, Edhe ata se kasën në shumë dyrë, ali znate šta? Nigde nije bilo mesta za njih da prespavaju. edhe ati shka kërka nuk ishte vend që mundën të flejnë ata. Jedino je jedan čovjek rekao, ima mesta u štali. Por bish një njeri i tha që kom vend në shtallë. Zamislite. Kur tani pra, sve. do me thonë kur rinë lopë, kingjat ose delet ato, Jezusi do me thonë lindi, do me thonë me